I nderuar kryeministër, i nderuar zoti Bergj, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, e nderuar zonja Superti, drejtore për Ballkanin Perëndimor dhe drejtorinë e përgjithshme të zgjerimit dhe fshehësisë lindore të Bashkimit Evropian, të nderuar deputet, autoritete, ekspert, partner të vlerësuar të Kuvendit të Shqipërisë, zonja e zotrinj. Takimi i sotëm, i dyti i nivelit të lartë në cilin bëhet publik draft plani kombëtar i veprimit, përmbyll fazën e dytë të procesit për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Falenderoj kryetarin e komisionit Fatmir Xhafajn dhe antarët e komisionit posaçëm për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, deputetët që kanë mbështetur veprimtarinë e tij, partnerët ndërkombëtar për vëmendjen dhe sugjerimet si dhe numrin e madh të ekspertëve të nivelit lartë nga bota akademike, shoqëria civile, përfaqësues të biznesit, institucionet e pavarura si dhe ekspertët vendas e ndërkombëtar pranë secilës shtyllë, të cilët janë bërë një vlerë e shtuar dhe motor i punës së këtij komisioni. Ngritja nga kuvendi i komisionit posaçëm nuk ishte një rufe në qell të kthjellët, por një imperativ që buroi nga përgjigjja jonë ndaj nevojës së brendshme të shoqërisë shqiptare për t'u afruar gjithnjë e më shumë idealit të saj, shndërrimit në një shoqëri tërësisht europiane. Dhe po ashtu qëllimit strategjik të Kuvendit të Shqipërisë për t'u shndërruar brenda kësaj dekade, ashtu siç e kemi përcaktuar në planin e ri strategjik, në një parlament me të gjitha parametrat, standardet e cilësinë e parlamentit të një vendi të Bashkimit Evropian. Nuk mund të ndërtojmë një Shqipëri evropiane pa një kuvend evropian, dhe një kuvend mund të funksionojë me standarde evropiane vetëm në një shoqëri që i ka vetë këto standarde. Objektivi ynë për antarësimin familjen europiane në fund të kësaj dekade dhe mbylljen e negociatave teknike brenda vitit 2027 është bërë tashmë publik, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në institucionet europiane e në vende antare dhe ka fituar ndër vite e me shumë mund mbështetjen e tyre të plotë. Këtë objektiv strategjik e kemi ndarë me presidenten e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, gjatë vizitës në Bruksel në nëntor të vitit kaluar. Me reporterin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Andrea Scheider, gjatë vizitës së tij në Tiranë në muajin janar. Me komisionerin Evropiane për zgjerimin Marta Kos, gjatë vizitës së saj në Tiranë në muajin mars, qëndrim të cilin komisionerja Kos e artikuloi qartë edhe para pak ditësh. Me kryetarin e Parlamentit të Polonisë dhe kryetaren e Senatit të Polonisë, vendi që gjatë këtij 6 mujori mban presidencën e Këshillit Evropian. Me kryetarin e Dhomës Përfaqësuesve dhe të Senatit të Hollandës, me mjaft kolegë kryeparlamentar të vendeve të Bashkimit Evropian, me të cilët jemi takuar kohët e fundit. E nënvizova po ashtu edhe në konferencën e kryeparlamentarëve të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës në muajin mars, se Bashkimi Evropian si kryefjala e Shqipërisë, e qytetarëve dhe institucioneve të saj është bërë tashmë edhe kryefjala e bashkëpunimit ton me parlamentet e vendeve anëtare. Ritmet e shpejta, reformat ndër vite, hapat e vendosur, vizioni i qartë dhe i palëkundur drejt destinacionit evropian, konsensusi i brendshëm politik e parlamentar, mbështetja e gjerë popullore, por shpërblehen nga institucionet evropiane dhe jam optimiste se kështu po ndodh e do të ndodh edhe me qëndrimet e vendeve anëtare. Vendimi i Parlamentit Evropian për të hapur në Tiranë zyrën rajonale për Ballkanin Perëndimor dhe miratimi i parafinancimit prej 64.5 milion euro për Shqipërinë si pjesë e planit të rritjes së Ballkanit Perëndimor janë të tjera shenja që tregojnë rrugën e mbar, rrugën e dur drejt reformave suksesshme, demokratizuese e integruese, sundimin e ligjit, zhvillimin e qëndrueshëm, rritjen e mirëqenies, forcimin e koezionit social dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Asnjëherë Shqipëria dhe shqiptarët nuk kanë qenë kaq afër, kaq të qartë, kaq të frymëzuar dhe kaq të vendosur
në rrugtimin e tyre drejt familjes europiane. Asnjëherë Bashkimi Evropian nuk ka qenë kaq i bindur dhe kaq qartësisht i artikuluar për progresin dhe kaq i vendosur për antarësimin e Shqipërisë. Jemi në një momentum historik të cilin duhet ta shfrytëzojmë dhe po e shfrytëzojmë për ta vendosur brenda kësaj dekade yllin e Shqipërisë mes 27 yjeve të Europës. Prandaj, tashmë që forcat politike kanë zbritur në fushë për zgjedhjet e 11 majit, ta konsiderojmë këtë fushat zgjedhore si një mundësi për t'ju bashkuar më shpejt familjes sonë natyrshme europiane. Të nderuar miq, unë e kam ndjekur nga afër punën e komisionit posaçëm në të trija shtyllat: mirëqeverisja, antikorrupsioni, sundimi i ligjit dhe sinergjin e ndërveprimin mes tyre. Kam ndjekur me vëmendje të shtuar rekomandimet që lidhen me konsolidimin e institucioneve demokratike në Shqipëri dhe në këtë kuadër edhe me forcimin e funksionimeve dhe përmirësimin e veprimtarisë së kuvendit. Ju keni bërë një analizë të detajuar të arritjeve të deritanishme të reformave, ndikimit tyre në forcimin e sistemit demokratik, në vështirësitë që janë ndeshur dhe sfidat që po përballojmë për zhvillimin, demokratizimin dhe integrimin Europian të Shqipërisë. Mirëqeverisja është një standard përparësor i procesit të antarësimit. Kuvendi po mbështet me legjislacion bashkëkohor dhe mbikëqyrje të rreth parlamentare, qeverisjen e hapur dhe transparente, rritjen e integritetit pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, shmangjen e konfliktit të interesit, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, digitalizimin tërësor, të cilat rrisin besimin e qytetarëve te institucionet demokratike dhe janë kushte thelbësore për një Shqipëri europiane. Kuvendi po forcon mbikëqyrjen, transparencën, pjesëmarrjen gjithëpërfshirëse, llogaridhënien dhe eficiencën, duke kontribuar që qeverisja e hapur të synojë ndërveprimin e të trija degëve legjislative, ekzekutive e gjyqësore. Një qeverisje për qytetarët realizohet në bashkëpunim edhe me mbështetjen dhe konsensusin e tyre. Qeverisjes transparente dhe llogaridhënëse i shërben dinamizimi i konsultimit publik dhe për këtë ne po ndërtojmë platformën e madhe të konsultimit, por edhe të raportimit institucioneve të pavarura, të gjithë shqyrtimit të legjislacionit me cilin merret kuvendi, monitorimi i zbatimit dhe zgjerimi i pjesëmarrjes në proceset ligjbërëse dhe vendimarrëse, përmirësimi i kontrollit dhe transparencës së lobimit, sistemi i integruar e-legislation, rregullimet që lehtësojnë ushtrimin e të drejtës së qytetarëve për peticione e të tjera. Kuvendi do të vijojë të udhëheq me vendosmëri antarësimin Bashkimin Evropian, duke kontribuar në mënyrë të veçantë në garantimin e legjitimitetit demokratik dhe fuqizimin e tiparit gjithëpërfshirës të procesit. Në këtë kontekst do të shqyrtojmë propozimin e ekspertëve për ngritjen pranë kuvendit të këshillave të përhershëm konsultativ për çështje me interes strategjik kombëtar, duke zgjeruar praktikën e funksionimit të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Do të shqyrtojmë po ashtu rekomandimet dhe nevojën për përmirësimin e legjislacionit për çështje thelbësore të zhvillimit, demokratizimit dhe integrimit, modernizimin e kuvendit të Shqipërisë, bashkëpunimi me institucionet e pavarura, fuqizimin e tyre si roje të interesit publik, bashkëpunimin me qytetarët, shoqërinë civile dhe median, rritjen e transparencës së veprimtarisë kuvendit, qeverisë dhe administratës publike. Kuvendi ka krijuar disa praktika të reja antikorrupsion, siç është metodologjia për vlerësimin parandalues të korrupsionit, e cila është bërë pjesë e rregullores kuvendit si një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të integritetit të kuvendit. Mirpresim rekomandimet për përmirësimin e strukturës së kuvendit si një nga rrugët për parandalimin e praktikave korruptive ndërmjet masave më eficiente antikorrupsion në të gjithë sektorët dhe në të gjithë nivelet e shoqërisë. Ne po punojmë për fuqizimin e funksionit mbikëqyrës të kuvendit, shqyrtimin e zbatimit të ligjeve e politikave qeveritare, po dhe ato të institucioneve të pavarura. Metodologjia e kontrollit post-legjislativ do ta shtrijmë në analizën e zbatimit të legjislacionit në të gjitha nivelet. Kuvendi do të vazhdojë të mbështesë reformën në drejtësi dhe pavarësinë e institucioneve të drejtësisë, harmonizimin
e sundimit të ligjit me respektimin e të drejtave kushtetuese dhe të drejtave themelore si një nga shtyllat e sistemit demokratik, ndërmjet legjislacionit bashkohor dhe kuadrit institucional të përafruar me akinë e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut. Në këtë mbështetje mbajmë parasysh edhe vlerësimet e rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës, raportit për Shqipërinë dhe pozicionin e përbashkët Bashkimit Evropian për grup kapitullin e parë themelore. Sfida në këtë aspekt është zhvillimi i legjislacionit që kemi miratuar dhe garantimi në praktik i praktikave më të mira dhe i drejtave të njeriut, sidomos në disa aspekte si mbrojtja e dhënave personale, mos diskriminimi, përfundimi i proceseve kalimtare në fushën e të drejtave pronësore e tjera. Kuvendi do të vijojë të mbështesë institucionet e pavarura që punojnë në fushën e të drejtave themelore me burimet e nevojshme materiale, financiare e njerëzore për të shmangur hendekun mes legjislacionit bashkohor evropian që kemi miratuar dhe kapaciteteve jo adekuate që disa institucionet pavarura kanë për zbatimin në praktik të këtij legjislacioni. Po ashtu duhet gjejmë dhe do të gjejmë rrugdalje nga polarizimi i lartë dhe gjendjet e entropisë, të cilat janë imponuar kuvendit si pasojë e konfliktualitetit politik, i cili ka penguar funksionimin normal të disa institucioneve të pavarura, po edhe vetë kuvendit. Kuvendi ka inkorporuar dhe është duke inkorporuar mjaft praktika parlamentare të vendeve të Bashkimit Evropian, po edhe të Parlamentit Evropian. Në këtë kontekst do të sugjeroja që përveç propozimeve të deritanishme që burojnë nga nevojat e brendshme të shoqërisë shqiptare, të përfshihen edhe ide, sugjerime e rekomandime për implementimin kuvend edhe të modeleve të parlamenteve të vendeve tjera e vendeve mike të Bashkimit Evropian. E para e të gjithave dhe në fund të fundit, demokracia është sistemi më i mirë qeverisës sepse kritikon dhe korrigjon vazhdimisht vetveten. Duke përfunduar, ju falenderoj dhe një herë gjithëve, deputet, ekspert, partner për punën e shkëlqyer që keni bërë, duke kthyer kuvendin në një kantier pune intensive për korrigjimin e vetvetes të institucioneve dhe të gjithë shoqërisë drejt objektivit ton strategjik kombëtar Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Ju falemderit dhe punë të mbarë. Faleminderit e nderuar kryetare. Tani kam kënaqësinë të ftoj për të bërë një përmbledhje të punës Komisionit të Posaçëm Parlamentar, sfidave dhe arritjeve kryesore për gjatë një periudhe 10 mujore, kryetarin e këtij komisioni, zotin Fatmir Xhafaj. Përshëndetje të gjithëve. Ky takim i dytë i nivelit lartë organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë synon të adresojë zhvillimet në stacionin e ri ku ka mbritur procesi për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit i drejtuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar që kam nderin të kryesoj. Me takimin e mëparshëm më 11 dhjetor 2024 në këtë sallë ne përmbyllëm fazën e parë të këtij procesi dhe prezantuam dokumentin analitik. Sot në këtë takim përmbyllim fazën e dytë të tij duke prezantuar draft planin kombëtar të veprimit, të hartuar nga grupi i ekspertëve të nivelit lartë, vendas e ndërkombëtar dhe sekretariati teknik pranë tij. Dokumenti analitik, një dokument prej rreth 700 faqesh dhe 18 kapitujsh, është i pari dokument i këtij lloji i hartuar tërësisht nga ekspertiza shqiptare, që ka synuar të analizojë situatën aktuale lidhur me 3 shtyllat: mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, të identifikojë gjetjet, progresin e bërë dhe problematikat që ndeshen në këto fushë. Një analizë që tregon përgjegjësi, kurajo dhe vullnet për të parë me sy vetë kritik situatën dhe për të rekomanduar zgjidhjet që synojnë një ritëm të ri përshpejtues drejt qëllimit ton ambicioz, Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, përmes një cikli të ri reformas shtet ndërtuese për të qenë me merit pjesë e familjes së madhe evropiane. Draft plani kombëtar i veprimit për 3 shtyllat, së bashku përfshin 55 fusha tematike, me 253 masa specifike, nga të cilat propozohen 75 nisma ligjore dhe 178 masa institucionale, që do të prezantojnë gjerësisht në 3 panelet e dedikuara për secilën shtyllë, mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, që do të zhvillohen më pas në këto mjedise.
Drafti i mbështetur fort në gjetje dhe dokumentit analitik ka si korniz udhërrëfyese, rekomandimet dhe masat e dakorsuara me Bashkimin Evropian në kuadrin e angazhimeve të shtetit shqiptar në procesin e negociatave. Është një dokument i punuar nga grupi i ekspertëve të komisionit dhe i konsultuar gjithësisht çdo muaj me ekipin e negociatorëve shqiptar, me ekspertë të fushave respektive të institucioneve të pavarura, administratës publike, shoqërinë civile dhe grupet e interesit, si dhe i është nënshtruar ekspertizës së 38 konsulentëve të huaj, përfshi dhe disa nga institucionet e rëndësishme ndërkombëtare që do të jenë pjesë e debatit në 3 tryezat e sotme. Ka qenë një punë intensive, shumë e debatuar dhe me tryeza të shumta konsultimi në nivel qendror dhe lokal. Ndaj dëshiroj të adresoj një falënderim të veçantë për kolegët e mi deputet antar të Komisionit të posaçëm dhe veçarisht për 3 relatorët e 3 shtyllave, përkatësisht zonjën Ekonomi, zonjën Gjonaj dhe zotin Gogu. Padyshim, falënderimi kryesor i shkon ekspertëve të grupit të ekspertëve të nivelit lartë, të angazhuar si përfaqësues të institucioneve dhe agjencive të pavarura, fakulteteve të drejtësisë dhe të ekonomisë të universiteteve publike dhe jo publike, organizatave të shoqërisë civile dhe atyre të komunitetit të biznesit, të cilat kanë ende pronësinë e këtij drafti në proces pune. Gjithashtu, dëshiroj të adresoj një falënderim të veçantë edhe për krye negociatorën e qeverisë shqiptare dhe ekipin e negociatorëve për qasjen konstruktive në këtë proces, për bashkëpunimin shumë të mirë me ekspertët dhe sidomos për kontributin e tyre për të mbajtur gjithë procesin, e sidomos ato që lidhen me rekomandime dhe zgjidhjet e propozuara në shinat e angazhimeve tona në kuadrin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Çështjet që lidhen me mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit nuk mund të jenë ekskluzivitet i një institucioni apo funksioni të vetëm. Ato janë çështje komplekse që kërkojnë përfshirje të gjerë, janë çështje që kanë nevojë për koordinim dhe bashkëveprim dhe kuvendi, komisionet e tij dhe vetë deputetët kanë një rol thelbësor për të vepruar përmes funksioneve të ligjbërjes dhe kompetencave për monitorimin, mbikëqyrjen dhe koordinimin. Është pjesë e detyrës sonë si deputet, e përgjegjësimisë sonë si përfaqësues të zgjedhësve, që të kujdesemi që qytetarët të kenë një qeverisje edhe më të mirë në të gjitha nivelet qendrore vendore, që shteti, zhvillimi social, ekonomik dhe vetë qytetarët të preken sa më pak të jetë mundur nga dukuritë dhe sjelljet korruptive të administratës shtetërore, që shoqëria dhe institucionet të jenë shumë reaguese ndaj dukurive të korrupsionit dhe që sundimi i ligjit, barazia para ligjit, të drejtat dhe liritë e njeriut të jenë themeli i funksionimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Mbi këto qëllime të larta, 10 muaj më parë ne iniciuam një reformë që synon të konsolidoj arritjet në këto fusha, të adresoj problematika që ndeshen dhe kryesorja, të ofroj zgjidhje për të ecur përpara në këtë udhë. Synuam të mos qëndrojmë në vetkënaqësinë e arritjeve të realizuara, por me kurajo dhe përgjegjësi të vetë reflektojmë për të ecur edhe më përpara, për të përmbushur detyrat që lidhen me procesin e integrimit të vendit, për të afruar sa më shpejt shansin e madh të antarësimit dhe kryesorja për të shfrytzuar të moment historik si shtatë dhe kryetaria për të vazhduar ciklin e reformave, shpirtin reformator, për të thelluar dhe më tej reformat shtet ndërtuese në 3 shtyllat, në 3 sfidat kyçe të zhvillimit dhe pritshmërisë të qytetarëve ndaj nesh siç janë mirëqeverisja, antikorrupsioni dhe sundimi i ligjit. Ky është procesi i dytë reformator i përmasave të tilla pas reformës në drejtësi dhe mbështetur në përvojën dhe arritjet e saj që iniciohet dhe zhvillohet në Parlamentin shqiptar. Një proces i mbështetur në 4 parime bazë: gjithëpërfshirjen, transparencën, profesionalizmin dhe standardet ndërkombëtare. I gjithë procesi i hartimit të akteve të miratuara nga ky komision është realizuar nga grupi i ekspertëve të nivelit lartë, i përbërë nga përfaqësues të propozuar nga vetë institucionet e pavarura, bota akademike, shoqëria civile, grupet e interesit dhe ato të biznesit. Rreth 69 ekspertë vendas, 18 ekspertë ndërkombëtar dhe si dhe 38 konsulentë të jashtëm të huaj dhe nga diaspora shqiptare janë përfshirë në këtë proces. Dokumenti analitik dhe plani kombëtar i veprimit janë produkti kësaj ekspertize, si dhe një procesi konsultimit të gjerë publik, me rreth 11 tryeza publike tematike, 8 forume qytetare në qytetet të ndryshme të vendit, si dhe një numër të shumë tryezash konsultimi me profesionistë të fushës dhe institucionet publike. Dokumentat janë produkt edhe i rreth
369 dokumentave të konsultuara, vendase e ndërkombëtare, si dhe reflektim mbi 191 komente të ardhura nga procesi i konsultimit publik dhe konsulenca ndërkombëtare. Përmes publikimit të një buletini mujor dhe një faqe web të posaçme dedikuar veprimtarisë dhe produkteve të komisionit dhe grupit të ekspertëve, është synuar transparenca dhe informimi në kohë i publikut dhe grupeve të interesit. Një proces që do të vazhdojë me të njëjtin përkushtim dhe të njëjta standarde edhe në muajt në vijim, me përmbylljen e plot të këtij procesi në përputhje me rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë. Ne jemi duke dëshmuar edhe përmes këtij procesi disa të vërteta të thjeshta, por gjykoj tejet të rëndësishme dhe mjaft domethënëse. Së pari, antarësimi në Bashkimin Evropian për ne mbetet një ambicie e fortë, një objektiv strategjik kombëtar që gëzon mbështetje të lartë qytetare. Ashtu si shprehet edhe kryeministri Rama, antarësimi ynë në Bashkimin Evropian, bashkimi me atë familje të madhe është një çështje ekzistenciale. E me këta ambicie ekzistenciale jemi duke punuar fort, shumë fort për të mundësuar Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Edhe kjo reformë, si edhe reforma në drejtësi dhe shumë reforma të tjera të ndërmarra në këto vite, janë prova më e mirë e ambicies son për përmbushjen plotësisht dhe në një kohë sa më të afërt të kushteve për antarësim, për të qenë pjesë e familjes së madhe evropiane, vlerat e së cilës po bëhen edhe më të rëndësishme në zhvillimet e fundit që bota po ndeshet. Së dyti, ne duam antarësimin në Bashkimin Evropian, por duke dëshiruar dhe luftuar fort për hyrjen me merit në të, përmes reformimit të shtetit, të institucioneve të tij. Ne duam antarësimin në Bashkimin Evropian, sepse duam Shqipërinë dhe shqiptarët, mishërimin në kulturën dhe qasjen e tyre të vlerave dhe standardeve më të mira evropiane. Ndaj dhe kjo reformë, ashtu si kundër vepruam edhe me reformën në drejtësi, plotësisht me nismën dhe vullnetin ton, synon pikërisht ta shndroj këtë mundësi në një reformim të mëtejshëm të tre pushteteve, të shtetit dhe institucioneve të tij, fokusuar në tre sfidat kyçe: mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Së treti, ky proces reformimi dëshmon gjithashtu se ne kemi vizionin dhe aftësinë të ecim vetë përpara, duke respektuar dhe konsoliduar progresin e bërë, duke reflektuar mbi gabimet dhe me ambicie të fortë të synojmë për më shumë dhe për më mirë. Një ndër tre shtyllat ku ne jemi fokusuar në këtë reformë lidhet me çështjet antikorrupsion. Të vetëdijshëm se me gjithë hapat pozitive të hedhura në këto vite, në shumë aspekte, korrupsioni mbetet ende një problem shqetësues, një fenomen që pengon progresin ekonomik dhe social, frenon rritjen e investimeve të huaja, gryen demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Hapa të mëdha janë hedhur nga kufizimi i mundësive për korrupsion në shërbimet administrative dhe deri te ndëshkimi i korrupsionit të madh përmes institucioneve të reja të posaçme që ne parashikuam dhe ndërtuam me reformën në drejtësi. Në fokus të këtij dokumenti analitik dhe planit të veprimit është parandalimi përmes forcimit të institucioneve përkatëse përgjegjëse në këtë fushë, se si ti bëjmë strukturat e tyre shumë eficiente se deri më sot, se si ato të bashkërendojnë dhe koordinojnë më mirë midis tyre, dhe më kryesorja, se si ti përsosim mekanizmat e mbikëqyrjes dhe kontrollit ndaj tyre për t'i mbajtur ato të përgjegjshme, eficiente dhe llogaridhënëse në funksion të ndëshkimit, por para së gjithash të parandalimit. Një shoqëri e shëndetshme nuk matet se sa individ shkojnë në dyert e burgut, por me aftësinë reaguese për të parandaluar ndëshkimin penal, për të pasur më pak korrupsion dhe individ të korruptuar. Së katërti, në qendër të këtij procesi reformues ishte dhe mbetet Kuvendi, roli dhe funksioni i tij kushtetues, edhe si një reflektimi drejt për drejt ndaj rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Ky draft plan veprimi synon të nxjisë një rol shumë më proaktiv të Kuvendit, të rrisë përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e tij në përmbushjen e sfidave të mëdha të integrimit dhe reformimit të mëtejshëm të vendit. Kam bindjen se me këtë dokument merr përgjigjen e duhur dhe ai skepticizëm apo hezitim i ndeshur në debatet e zhvilluara që në gjykimin tim e kanë bazën te kuptimi i gabuar që kanë për ndarjen e tre pushteteve dhe rëndësinë e veprimit midis tyre, dhe sidomos
për rolin thelbësor që ka Kuvendi në këtë proces. Shqipëria është republikë parlamentare dhe Kuvendi është mbajtës i vullnetit të popullit, shprehës dhe përfaqësues i interesave të të gjithë qytetarëve. Fakti është që shumë nuk e shohin kështu Kuvendin tonë. Sondazhet këtë e dëshmojnë. Kuvendi nuk është dhe nuk duhet të jetë ajo që qytetarët shohin shpesh në seancat plenare, kur mbizotron konflikti politik dhe shërnaja politike. Krahas një sër përpjekjesh të tjera që po bëhen, kjo është një tjetër përpjekje serioze që përmes rezolutës dhe punës së këtij komisioni synohet për ta fokusuar debatin politik dhe parlamentar dhe atë publik në çështjet e mëdha të shoqërisë, në çështjet e integrimit dhe transformimit të vendit. Së pesti, ky proces është gjithashtu një dëshmi e rritjes së vendit dhe institucioneve të tij, edhe në një këndvështrim tjetër. Mbas reformës në drejtësi, ne ndërmarrim një tjetër reformë të këtyre përmasave, e cila në vizion, në konceptim dhe në realizim është tërësisht produkt i vizionit, vullnetit, punës dhe kapaciteteve tona të brendshme. Ne duhet jemi krenar që kemi përgjegjësinë dhe aftësinë për të ndërmarrë me iniciativën tonë reforma të tilla parlamentare, si reforma në drejtësi dhe kjo reformë e thellë në këto tre fusha. Fati më ka qelluar që të kryesoj të dy komisionet e posaçme parlamentare, si atë në drejtësi dhe këtë më të fundit, që kanë drejtuar këto procese parlamentare. Dhe nga kjo përvojë e krijuar, e them me bindjen e plotë se tashmë ne kemi kapacitetet për të ndërmarrë hapa të tilla, që vendet të ngjashme me ne nuk kanë pasur kurajon t'i ndërmarrin. Është një tregues shumë pozitiv që ne kemi kapacitete të tilla ekspertize këtu brenda vendit dhe në diasporë, një pjesë e cilëve janë pjesë edhe ekspertizës ndërkombëtare, përfshi dhe strukturat e Bashkimit Evropian. Ne duhet të kujdesemi, t'i rrisim dhe forcojmë ato mëtej, duke respektuar pavarësinë e tyre intelektuale dhe profesionale. Është kjo arsyeja që ky plan veprimi parasheh si një alternativë të mundshme përdorimin më mirë në të ardhmen të këtyre kapaciteteve në funksion të ekspertizës për procesin ligjvënës dhe sidomos për procesin e monitorimit, mbikëqyrjes dhe kontrollit parlamentar që ushtrohet nga Kuvendi në përputhje me kompetencat e tij kushtetuese dhe ligjore, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. Ndërkohë, ne vlerësojmë rëndësinë e ekspertizës ndërkombëtare që na asistojnë në këtë proces me kontribute konkrete. Dëshiroj të theksoj ekspertizën shumë profesionale të ekspertëve të Këshillit të Evropës, projekteve të Bashkimit Evropian, ambasadës franceze dhe asaj zvicerane, OSBE-s, USAID-it, NDI-t, OGP-s e tjerë, si dhe një sër institucionesh tjera që na kanë monitoruar dhe asistuar këto 10 muaj në këtë proces. Faleminderit se ka qenë vërtet një ekspertizë e dobishme dhe e mirëpritur. Një falënderim të veçantë dua të bëj për zonjën Valentina Superti, drejtore për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme për Zgjerimin dhe Fqinjësinë Lindore në Komisionin Evropian, për prezencën e sotme në këtë event, por edhe për takimin që ajo, si dhe zonja Mozova, drejtoreja e Përgjithshme për Drejtësinë, i rezervuan relatorës dhe ekspertëve tanë të shtyllës antikorrupsion gjatë vizitës në muajin shkurt në Bruksel, për bashkëbizedimin e fryshëm me ta dhe sidomos për këshillat e vlefshme adresuar prej tyre, për të cilat dua t'i siguroj që janë mbajtur fort në konsiderat nga ana jonë. E shoh me vend që në fjalën time të bëj një sqarim lidhur me disa pyetje që janë adresuar për faktin se pse ne zgjatëm afatin e komisionit deri në fund të legjislaturës dhe pse dokumentin analitik dhe planin e veprimit i kemi miratuar vetëm në parim në komision. Kjo sepse ende nuk është përmbyllur kapitulli 3 i shtyllës sundimi ligjit, konsolidimi i reformës në drejtësi. Në këndvështrimin ton nuk mund të kuptohet sundimi i ligjit pa drejtësinë dhe institucionet e saj. Gjykuam të arsyeshme që prezantimin e draft dokumentit analitik dhe planin përkatës të veprimit për këtë fushë, që po hartohen nga grupi ekspertëve të nivelit lartë, dhe sidomos procesin e konsultimit rreth tyre ta zhvillojmë pas zgjedhjeve, duke shpresuar për një periudhë më të qetë të klimës politike dhe sociale në vend. Siç e kam theksuar dhe më parë në qendrimet publike, dhe siç kryeministri Rama
në emër edhe të mazhorancës qeverisë ka deklaruar në vimësi këto kohë, ne që kishim vizionin, vullnetin, kurajon dhe përgjegjshmërinë të inicionim dhe realizonim hartimin e reformës në drejtësi, reformën historike më të madhe të ndërmarrë në historinë e shtetit shqiptar, i konsiderojmë të shenjta dhe të pandryshueshme shtyllat kushtetuese të reformimit të drejtësisë shqiptare të miratuara me projektin kushtetues të vitit 2016. Natyrisht, ne kemi edhe detyrimin dhe përgjegjësinë të reflektojmë se si ka ecur zbatimi kësaj reforme në një periudhë gati 10 vjeçare. Të reflektojmë dhe reagojmë mbi kërkesat për ndryshime të mundshme përmirësuese të bëra nga vetë institucionet e drejtësisë, rreth 150 amendamente të sjella vetëm prej tyre në kuvend, me synimin jo vetëm për të vlerësuar progresin e jashtëzakonshëm të bërë, por dhe për të reflektuar në problematikat e mundshme të vërejtura gjatë zbatimit në praktikë, apo që vetë zhvillimi i procesit dikton për ndryshime për përmirësime të mëtejshme, përfshi dhe reflektimin mbi gjetjet, masat dhe rekomandimet e adresuara në progres raportin e Bashkimit Evropian të vitit 2024, si dhe në raportin e Bashkimit Evropian për shtetin e së drejtës kapitulli për Shqipërinë. Qytetarët shqiptarë vlerësojnë pozitivisht atë çfarë po dëshmon drejtësia e re, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, pastrimin e vetë sistemit nga individ të papërshtatshëm për ushtrimin e këtij misioni, si dhe një sër hapash të tjerë pozitiv që vrehen në këtë proces. Ndërkohë, qytetarët shqiptarë që kanë investuar një besim të lartë te reforma në drejtësi, meritojnë dhe presin zgjidhje konkrete prej nesh për afate më të shpejta të trajtimit dhe zgjidhjes së çështjeve të tyre, akses më të mirë në shërbimet e drejtësisë, menaxhim dhe eficiencë më të mirë të sistemit, cilësi dhe profesionalizëm në hetime dhe gjykime, pavarësi dhe përgjegjshmëri në dhënien e drejtësisë në përputhje me parashikimet kushtetuese dhe standardet më të mira europiane. Ne jemi krenar për çfarë kemi bërë me reformimin e drejtësisë dhe jemi të vendosur ta mbështesim edhe më fort dhe ta konsolidojmë atë më tej. Ne jemi shumë të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë me këtë reformë të re, që synon thellimin e reformave për mirë qeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, dhe besojmë fort se gjithçka që do të dalë prej saj do t'i shërbejë për shpejtimin të ritmeve për përmbushjen e angazhimeve tona në kuadër të procesit të integrimit dhe veçanërisht fuqizimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës për një të ardhme më të mirë për vendin tonë, për gjeneratën e re, të rinj dhe të rejat, për fëmijët, mbesat dhe niprit tanë. Ju falenderit. Faleminderit nderuar kryetar. Tani uftoj të ndiqni një video mesazh përshëndetës nga drejtori ekzekutiv i Partneritetit për Qeverisje të Hapur, OGP, zoti Aiden Ayakuze, i cili do të ndajë me ne një perspektivë të rëndësishme mbi rëndësinë e qeverisjes së hapur dhe reformave në funksion të standardeve demokratike dhe procesit të integrimit evropian. OGP është një iniciativë ndërkombëtare e themeluar në vitin 2011 që përfshin aktualisht 77 vende dhe 15 qeveri lokale, e cila ka si vizion qeverisjen e hapur në partneritet me shoqërinë civile dhe qytetare, për të forcuar demokracinë dhe për të ofruar rezultate më të mira sociale. Shqipëria është anëtare e kësaj nisme që prej themelimit të saj dhe ka ndërmarrë angazhime serioze për të rritur aksesin e informacion, të përmirësuar shërbimet publike dhe fuqizuar pjesëmarrjen qytetare në vendimarrje. Your Excellency Prime Minister Rama, Your Excellency Speaker of Parliament Spiro Pali, Honorable Chairman of the Special Parliamentary Committee Java, Honorable Minister, të nderuar ministra dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian, të nderuar kolegë nga qeveria dhe shoqëria civile. Është nder për mua që t'ju drejtohem sot, edhe pse nga larg. Unë kohët e fundit jam bashkuar me sekretariatin si CEO pas 8 vitesh që shërbeva në komitetin drejtues dhe si i dërguar. Kjo përvojë ka përforcuar besimin tim se qeverisja e hapur është themeli i demokracisë, sidomos në këtë kohë kur demokracitë në mbar botën po përballen me sfida ekzistenciale nga rritja e autoritarianizmit, dezinformimit dhe rënja e besimit publik. Qeverisja e hapur tani është më jetike se kurrë.
Transparenca, llogaridhënia dhe pjesëmarrja e qytetarëve nuk janë thjesht ideale. Ato janë themelet që e mbajnë demokracinë të fuqishme dhe përgjithse. Kur qeveria angazhohet hapur me qytetarët, thellojnë besimin, parandalojnë korrupsionin dhe garantojnë që politikat publike të reflektojnë zërat e njerëzve. Në këtë moment përcaktues, ne duhet të angazhohemi ndaj hapjes si një garanci për demokracinë, duke provuar, duke vërtetuar se qeverisja e hapur, përfshirëse dhe pjesëmarrëse është hapi më i mirë ndaj atyre që përpiqen që ta minojnë. Prandaj puna e Komisionit Parlamentar në Shqipëri për avancimin e reformave në qeverisjen e mirë, shtetin e drejtës dhe antikorrupsioni ka shumë domethënie. Nuk ka të bëjë thjesht me reformat ligjore, por ka të bëjë me forcimin e themeleve të vetë demokracisë në Shqipëri, duke garantuar që institucionet të shërbejnë popullit me integritet dhe me drejtësi. Teksa Shqipëria ecën përpara në rrugën e saj drejt integrimit në BE, suksesi i këtij komisioni do të dërgojë një mesazh shumë të qartë se Shqipëria është gati të ndërmarrë standardet më të larta demokratike, të mbrojë shtetin e drejtës dhe të ndërtojë një qeveri që është e hapur, e drejtë dhe reaguese ndaj qytetarëve shqiptar. Progresi që keni bërë deri tani në zhvillimin, në hartimin e një raporti analitik mbi funksionet ligjore të institucioneve dhe agjencive, bashkë me një plan veprimi të hollësishëm, shënon një hap shumë të rëndësishëm. Ju keni ke kaluar tashmë plot sfida dhe keni bërë bashkë një grup ekspertësh shumë të ndryshëm për të formsuar këto reforma. Ky event sot është një mundësi që të tregohen arritjet tuaja dhe për të riafirmuar angazhimet e përcaktuara në planin e veprimit të hollësishëm. Ky është vetëm fillimi. Teksa ju reflektoni mbi atë që është rënë dakord, mos harroni që nesër duhet të jetë për zbatim. Pra fokusi duhet të jetë zbatimi. Tani është përgjegjësia juaj që të përktheni angazhimet në masa konkrete për të garantuar që herën tjetër kur të takohemi, shpresoj ballë për ballë, njerëzit e populli i Shqipërisë të shohë dhe të ndjejë impaktin e vërtet të këtyre premtimeve. Ky komision mund të bëhet shumë më tepër se sa një mekanizëm reforme që kontribon në integrimin e Shqipërisë në BE. Mund të shërbejë si platformë që bashkon qeverinë, shoqërinë civile, institucionet e pavarura dhe partnerët ndërkombëtar rreth vizionit të përbashkët të qeverisjes së hapur. Teksa Shqipëria kalon nga një qeveri e hapur në një shtet të hapur me këtë qasje, pra komisioni mund të luajë një rol qendror në nxitjen e bashkëpunimit, llogaridhënies dhe përfshirjes së qytetarëve në të gjitha degët e qeverisjes. Komuniteti i hapur, i qeverisjes së hapur, është i gatshëm, pra OPG, që t'ju ndihmojë në këtë rrugtim. Presim me padurim të shohim impaktin e punës suaj në muajt dhe në vitet në vazhdim. Faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit koordinatorës OGP. Faleminderit koordinatorës OGP për Europën e pranishme sot në sallë, Zonja Pernar, për ndërmjetësimin e realizimit të këtij videomesazhi. Tani kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e tij zotin Bjorn Berg, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës. A very good morning to all of you. Mirëmëngjesi gjithëve. Speaker of the Parliament of Kryetare e Parlamentit të Shqipërisë, zonja Spiro Pali, Your Excellency Prime Minister Rama, shkëlqësia juaj zoti Chairman of the Rama, Special Parliamentary kryetari Committee, i Komisionit të Posaçëm Parlamentar zoti Gjafaj, shkëlqësi zonja dhe zotrinj. let me take you to the future. Më lejoni t'ju The year çoj is 2030. drejt të ardhmes. Në vitin Albania is 2030, now a member of the Shqipëria European tashmë Union. është antare e BE-s. All the long, hard E work of gjithë puna e reforms gjatë dhe e has vështirë paid e off. reformave është shpërblyer. We at the Council of Europe Ne në Këshillin e have been Evropës there from the start. kemi qenë aty që nga fillimi. We know that this future didn't Ne e dim që happen kjo e by ardhme chance. nuk erdhi rastësisht. It happened because of Ndodhi, hard work erdhi për shkak të and punës së brave madhe choices dhe made by zgjedhjeve you guximtare që i sitting bët here ju, today. që jeni ulur këtu sot.
Askund nuk është kjo më qartë se sa në reformat e Shqipërisë në antikorrupsion, qeverisit mirë dhe shtetin e drejtës. Si vjet bën 20 vite nga momenti kur Shqipëria u bashkua Këshillit Evropës, që atëherë ne kemi mbështetur reformat, kemi monitoruar progresin dhe kemi ndihmuar për të ndërtuar institucione të forta dhe të pavarura. Sot duhet marrë një moment për të njohur, për të vlerësuar se sa rrugë ka bërë Shqipëria, që nga reforma e gjyqësorit deri te institucionet e specializuara kundër korrupsionit, Shqipëria po tregon kurajën për të përballur me problematikat e vështira. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK-u, po bën punën e vet me hetime, me procedime dhe dënime, madje edhe në nivelet më të larta që kanë të bëjnë me polikan dhe zyrtar të profilit të lartë. Procesi i vetingut për gjyqtarët është një histori suksesi, pavarësisht se shkaktoi disa sfida kapacitetesh, pra afatshkurtra, ndihmoi për të përforcuar integritetin dhe llogaridhënien brenda gjyqësorit. Në 2023, Shqipëria u hoq nga Task Forca financiare FATF, pra u hoq nga lista gri. Dhe në 2024, Shqipëria miratoi një strategji kombëtare kundër pastrimit paras, duke treguar vullnet të vërtet politik. Dhe rezultatet flasin vetë. Sipas Grekos, që është grupi antikorrupsion i Këshillit të Evropës, Shqipëria ka adresuar 85% të rekomandimeve në 5 raunde vlerësimish. Që nga fundi i vitit 2020, Shqipëria ka ndërmarrë hapa legislativ dhe administrativ të shpejt për të përmbushur rekomandimet e Grekos, rekomandimet e raundit të 5, sidomos kur bëhet fjalë për policinë. Dhe për Manivalin, dhe teksa Manivali përgatitet për raundin vlerësues të 6, Shqipëria po bëhet gati të tregojë që integriteti dhe transparenca zbatohen gjithandej, përfshirë edhe në sistemet financiare. Pika kryesore është se progresi është real dhe i qëndësishëm, por duhet të ushqehet edhe të qohet më tutje. Sistemi gjyqësor vazhdon të përballet me sfida strukturore. Procedurat gjyqësore mbeten të gjata. Ka një dhe stoku i çështjeve të pasgjetura minon besimin e publikut. Edhe ende nuk është ngritur një strukturë për rekuperimin e aseteve dhe një projekt ligj për ngritjen e kësaj zyre. Nuk është miratuar akoma. Kjo kufizon aftësinë e shtetit për të konfiskuar dhe për të administruar pasuritë e krimit dhe të paligjshme. Sinjalizuesit përballen me shumë presion. Numri i raportimeve nga sinjalizuesit është shumë i vogël, pa mbrojtje më të fortë dhe pa informacion vital. Mbetet që kjo nismë të mbetet e fshehur. Organizatat e shoqërisë civile operojnë në një mjedis sfidues, ku procedurat e regjistrimit janë komplekse dhe ka akses të kufizuar në fondet publike. Gjithashtu, është e qartë se polarizimi politik e dobëson besimin dhe pengon konsensusin. Komisioni i posaçëm parlamentar për reformat e qeverisjes dhe antikorrupsionin është një nismë mjaft e rëndësishme. Ndikimi i këtij komisioni do të varet nga pjesëmarrja më e gjerë dhe respektimi për kontrollet dhe balancat e demokracisë. Ligjet solide dhe institucionet solide vetëm nuk mjaftojnë. Udhëhecit e zgjedhur duhet të shërbejnë me shembull, pra të japin shembull duke mos i lënë asnjë vend pa ndëshkueshmërisë. Sepse pa këto
edhe strategjia më e mirë antikorrupsion do të ngecte. Prandaj, përkushtimi i fortë politik, leadershipi dhe angazhimi kolektiv i institucioneve publike, shoqërisë civile dhe sektorit publik janë kaq thelbësore për të garantuar reforma të qëndrueshme, sidomos në kohë pasigurie. Shkëlqësi, zonja dhe zotrinj, të nderuar miq, nëpër Evropë, demokracia, shteti i drejtës dhe të drejtat e njerëzit janë nën presion të tmerrshëm. Vlerat tona po sfidohen në mbar Evropën nga përmes dezinformimit, polarizimit, pasigurisë ekonomike, rritjes së pavarësisë dhe njerëzit që zhgënjehen me dështimet e institucioneve tona politike për të realizuar atë që kanë thënë dhe premtuar. Në të njëjtën kohë, Evropa po stërmundohet nga një luftë e re, një luftë e madhe, dhe ku u shfaq një fantazm e madhe, e dhunshme, agresive, nacionalizmi, e ndërthurur me ëndra utopiane për të ringritur një perandori. Siç shkruan edhe zoti Rama në një koleksion esesh për të ardhmen e Evropës, citoj, shteti i drejtës, të drejtat e njerëzit dhe qeverisja e mirë kërcënohen si nga konkurrenca gjeopolitike, ashtu edhe nga nacionalizmi i dhunshëm. Mbyll kod citimin. Më shumë se kurrë, na duhet të qëndrojmë bashkë dhe të mos harrojmë se Ukraina nuk po lufton vetëm për mbijetesën dhe lirinë e vet, por po lufton për të ardhmen e Evropës dhe për rendin ndërkombëtar që bazohet në rregulla. Në të njëjtën kohë, shohim forca politike që përpiqen të minojnë institucionet tona politike, të drejtat themelore dhe demokracitë. Dhe s'duhet të harrojmë kurrë se demokracia nuk është destinacion, por proces që kërkon përkushtim dhe përpjekje konstante. Prandaj, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Alain Berset, ka bërë thirrje për një pakt të ri demokratik për Evropën. Pakti është një përkushtim kolektiv për të mbrojtur, për të reafirmuar dhe për të vërtetuar bazat e demokracive tona. Edhe sipas 10 parimeve të demokracisë që u ranë dakord në Reykjavik, dhe këto të përkthehen pra në masa nga gjitha shtetet pjesëmarrëse. Të nderuar miq, le ta bëjmë këtë moment një pikë kthese. Le të mos fokusohemi vetëm tek pengesat, por edhe tek mundësitë. Edhe le të dalim zot vlerave tona me qëllim dhe për vendosmëri. Dhe të ecim dhe të çojmë përpara punën e palodhshme të reformave për qeverisje të mirë, për shtetin e drejtës dhe kundër korrupsionit në Shqipëri dhe në mbar gjithë Evropën. Faleminderit. Faleminderit zoti Berg. Më lejoni të jap fjalën tani zonjës Valentina Superti, drejtore për Ballkanin Perëndimor, Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerimin dhe Fqinjsinë Lindore, Komisioni Evropian. I nderuar zoti kryeministër Rama, i nderuar kryetare e Kuvendit zonja Spiropale, ministra, shkëlqësitë juaja, miq të nderuar, unë ju falenderoj juve shumë për që më keni ftuar mua këtu sot dhe unë jam me të vërtetë thellësisht e nderuar që të jem në gjendje që të përfaqësoj këtu Komisionin Evropian sot në këtë takim shumë të rëndësishëm dhe sigurisht duke ardhur nga një institucion evropian, duke ardhur nga Komisioni Evropian dhe duke ardhur në mënyrë specifike nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerimin, misioni im dhe misioni jon si një institucion është
që të bëjmë një progres së bashku me ju, së bashku me Shqipërinë, së bashku me të gjithë vendin drejt Bashkimit Evropian. Pra ky është misioni jon dhe në mënyrë specifike kjo është misioni im dhe përkushtimi im i përditshëm. Dhe duke pasur këtë në mendje, dhe gjithashtu duke vënë re që Shqipëria, vendi juaj, qytetarët e juaj janë aktualisht duke e mbështetur fuqimisht këtë proces dhe me gjithë këto konsiderata në mendje ne bëjmë punën tonë të përditshme për t'ju pasur juve së bashku drejt Bashkimit Evropian. Tani, sigurisht për ta bërë këtë, ky është një ushtrim kompleks dhe sundimi i ligjit është tema që është në thelb të procesit të hyrjes në BE dhe është e rëndësishme që t'i kujtojmë vetes tonë në mënyrë të përditshme që çështjet që ka të bëjnë me sundimin e ligjit janë ato të cilat do të përcaktojnë dhe do të vazhdojnë të përcaktojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Dhe duke menduar për propozimet dhe duke punuar me këto iniciativa mbi sundimin e ligjit, do të jetë e rëndësishme që të kemi parasysh që iniciativa e sundimit të ligjit duhet të vazhdoj që të përmbaj një sistem të mirë për kontrollet dhe balancat, për të ruajtur kontrollet dhe balancat, dhe kjo është pika ime e dytë e cila është gjithashtu e rëndësishme për të konsideruar që tashmë, si ta them, është arritur, reforma në drejtësi është arritur dhe ka qenë një gur themeli në rrugën tuaj drejt BE-s. Dhe inkurajimi im është kur ne jemi duke punuar mbi këto iniciativa, të cilat në të vërtet janë shumë të rëndësishme, ne duhet të konsolidojmë dhe të ndërtojmë më tej dhe për te reformës së drejtësisë, konsolidimin e sukseseve të saj, arritjeve të saj, dhe në të njëjtën kohë, në të vërtetët të përmirësojmë kur është e nevojshme, dhe disa tema të cilat u përmendën më përpara këtu, pra aksesi në sistemin e drejtësisë, sisteme efikase dhe efektive, zgjidhja e çështjeve gjyqësore. Dhe përsëri, sundimi i ligjit gjithashtu është esenca për vendin tuaj për të ecur përpara dhe kjo është një temë e cila ndoshta mund të duket shumë teknike, por është pjesa që ka të bëjë me benchmarkët që janë vendosur, piketat që janë vendosur për këtë viti, dhe për mua është një mundësi perfekte që vetëm për një moment të festojmë ato të gjitha sukseset e shumta të cilat keni qenë në gjendje i kemi arritur së bashku me vendin tuaj ne si Bashkimi Evropian në këto muajt e fundit, pra ne kemi qenë në gjendje që të kemi për të mbajtur 2 konferenca ndërqeveritare, një në tetor dhe një në dhjetor, dhe këto konferenca ndërqeveritare i kanë hapur rrugën negociatave për hyrjes në BE, që ka të bëjë me grup themelore në parë që janë thelbësoret, që është shumë e rëndësishme, dhe në grup themeloret 6 marrëdhëniet me jashtë. Dhe përveç këtyre, një progres tjetër shumë i mirë është bërë mbi negociatat për grup themeloret, grup kapitujt e tjerë që janë grup kapitulli 2 dhe 3,
dhe një progres pritet edhe në këto grup kapitull brenda 2025-ës. Progresi mbi sundimin e ligjit ishte prova decisive që e bëri këtë që të ndodhte dhe dëshiroj të përmend progresin dhe përmirësimin e reformës së drejtësisë, vettingun e gjyqtarëve, rezultatet e mira të arritura nga SPAK-u dhe progresi me aktet ligjore, me mbrojtjen e të dhënave dhe minoriteteve. Dhe të gjitha këto zhvillime pozitive konfirmojnë që sundimi i ligjit është thelbësore për procesin e hyrjes në BE, mundësitë që ky moment i ri në të vërtet ka sjell vendi juaj, Shqipëria, ju të gjithë së bashku, me ne ju keni ecur përpara drejt Bashkimit Evropian me një intensitet dhe një dinamik e cila nuk është parë më përpara se një dekadë më përpara, dhe kjo është në një shkallë më të gjerë, është për shkak të vullnetit politik, investimeve, përkushtimit, por edhe arritjeve konkrete të reformës në drejtësi. Dhe kur ne flasim për sundimin e ligjit, duket paksa abstrakte, por nuk është, sepse ne jemi duke folur për çështje shumë të rëndësishme që ka të bëjnë me parandalimin e korrupsionit që u formët më përpara, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, një lirinë e medias, lufta kundër krimit të organizuar dhe konsolidimi i institucioneve demokratike, pra gjëra shumë të rëndësishme dhe ne kemi qenë dhe unë mendoj dhe kam shumë besim që ne si Bashkimi Evropian ka qenë rrëballë për t'ju siguruar juve asistencën e dur për konsolidimin e sundimit e ligjit në Shqipëri dhe jemi të vendosur së bashku me ju për të vazhduar që të kemi rezultate të mira dhe sigurisht ka nevojë për burime të tjera dhe ne jemi të bindur për këtë dhe për këtë arsye që ne kemi propozuar reforma dhe lehtësira më të mëdha që u përmendën më përpara. Më lëni t'ju them edhe për parlament, të them diçka edhe për parlamentin, për rregullorin e parlamentit të Shqipërisë, atë të cilën e ka, rolin kyç që los ky parlamenti i Shqipërisë për të mundësuar rrugën e mëtejshme të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, për të mbështetur më tej kërkesat që kanë të bëjnë me reformat, duke mbështetur në parimet dhe standardet evropiane dhe duke ndërtuar një mbështetje ndërmjet të gjithë partive të tjera në mënyrë që Shqipëria të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian. Pra ju mirëpres të gjithëve juve dhe diskutimet gjatë këtij takimi dhe jam e sigurt që më shumë diskutime me synimet të caktuara do të bëhen më tej më pas që do na ndihmojnë më tej në mënyrë që të hapin dritë dhe për të na dhënë më shumë informacione dhe detaja. Përfitoj nga kjo mundësi gjithashtu për t'ju theksuar që ne si Komision Evropian ju mirëpresim juve dhe të kemi mundësinë për të bashkuar me ju në këto diskutime. Gjithashtu ne kemi siguruar edhe ekspertë tanë për t'ju mbështetur juve më tej në këtë proces. Faleminderit përsëri. Dhe kjo është një histori shumë e mirë dhe shumë pozitive që ne dëshirojmë të vazhdojmë të gjithë së bashku me të njëjtën shkallë suksesi që kemi pasur deri tani. Faleminderit përsëri. Faleminderit. Faleminderit zonja Superti. Tani kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj për fjalën e tij Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqësinë e tij, zoti Edi Rama. Dua ta nis fjalën time me një falënderim të posaçëm për Valentinën edhe Bjornin që janë këtu bashkë me ne sot. Dhe
është një falënderim jo thjesht formal, por është një falënderim i domosdoshëm për faktin se për ne ka qenë shumë e rëndësishme puna e këtij komisionit posaçëm dhe ka qenë shumë e rëndësishme që kjo punë të jetë një punë e një grupi kompleks institucionesh dhe burimesh njerëzore dhe prania e tyre këtu sot është në të njëjtën kohë edhe një vlerësim i kësaj pune. Përpara pak kohe doli një anketë për nivelin e mbështetjes Bashkimit Evropian brenda Bashkimit Evropian nga ana e popujve që e përbëjnë familjen Europiane, një anketë e cila publikohet qysh prej vitit 1983. Dhe qysh prej vitit 1983, Bashkimi Evropian nuk ka qenë më popullor brenda perimetrit vetë në këndvështrimin e popujve të vetë, se sa aktualisht. Është një ndryshim dramatik i këndvështrimit popullor në Bashkimin Evropian, që natyrisht vjen si rezultat i faktit se çka ishte marrë deri para pak kohësh si e mirë qenë, nuk është më e mirë qenë. Dhe instinktivisht popujt e Bashkimit Evropian, unë them pjesa perëndimore e përgdhelur nga fakti se për e të parë në histori, një gjenerat e tërë nuk ka parë një luftë, se nuk kishte parë një luftë, janë vetëdijsuar se Bashkimi Evropian është edhe një perimetër sigurie. Një perimetër sigurie brenda të cilit vendet dhe popujt që e përbëjnë ndjehen dhe duan të mbeten të pa kërcënuar në të gjitha ato që kanë arritur dhe mbi të gjitha në lirinë e tyre individuale dhe në barazinë e tyre përpara ligjit. Patjetër, pastaj edhe në të gjitha aspektet e tjera që e bëjnë Bashkimin Evropian një krijesë të jashtëzakonshme politike. E solla këtu këtë për të thënë që për ne shqiptarët ka qenë përgjithsisht më e thjeshtë dhe mbetet më e thjeshtë pseja e domosdoshmërisë së të qenit antar të Bashkimit Evropian. Për ne shqiptarët, qenit antar të Bashkimit Evropian është të qenit përfundimisht të lirë nga historia jonë, nga hija e historisë sonë dhe të qenit përfundimisht sigurt se liria jonë individuale dhe barazia para ligjit për të cilën po bëjmë këtë përpjekje të madhe nuk do të jenë më një atribut i lëvizshëm në varësi nga kush qeveris këtu në Tiranë. Dhe lidhur me arsyeën pse jemi këtu sot, kjo bëhet edhe më e qartë, besoj unë, në këtë sfond ku jeton
dhe merr frymë aktualisht Bashkimi Evropian. Qysh prej nisjes së punës komisionit, e cila kujtoj se u shoqërua me konfuzion, me mosbesim, me teori konspiracioni, të cilat fatkeqësisht prekën edhe miqt përfaqësues të komunitetit demokratik këtu në Tiranë. Është shumë interesant se si Tirana, Shqipëria ka kapacitetin të infektoj miqt që vinë nga vende shumë më të ftohta me atë sharmin edhe me shijen e tashathemeve. Dhe kjo bëri që komisioni të hyjë në një fazë ku nga një anë ne besonim shumë dhe sot është e qartë besoj në dobinë e tij, eksaktësisht në funksion të një fjale që Valentina e përmendi në adresimin e saj, që është fjala konsolidim. Konsolidim i të gjithë këtij procesi dhe i gjithë këtij progresit bërë në funksion të antikorrupsionit dhe të sundimit ligjit. Përmes mbi të gjitha mirëqeverisjes në tërësi. Dhe qysh prej 27 majit, kur komisioni ka nisur punën, ne sot jemi në një nivel tjetër, kemi hapur zyrtarisht 2 grup kapituj të negociatave, kemi ambicien të hapim të tjerë në vijim dhe jemi pozicionuar më mirë se asnjëherë në të gjitha renditjet evropiane në fushën e mirëqeverisjes dhe të antikorrupsionit. U përbënd këtu nga zëvendës sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës apo nga Valentina vlerësimi i Grekos për parandalimin e korrupsionit, vlerësim që na ngjiti 18 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit në Transparency International, vlerësim që nga ana tjetër u bë edhe nga Sigma, që na vendosi qartësisht si një vend lider në rajon për administrimin e financave publike, për prokurimin publik, për menaxhimin e burimeve njerëzore, koordinimin e politikave, vlerësim që u bë nga Bertelsmann Foundation për Shqipërinë si një nga 8 vendet ndër 137 shtetet botës me progresin më thelbësor në dekadën e fundit në aspektin e qeverisjes dhe në tërësi një vlerësim që neve na thot shumë për të na inkurajuar, por nuk na pengon që të vazhdojmë të këmbgulim në një pikë. Konsolidimi. Konsolidimi i domosdoshëm i gjithçkaje që është në proces. Sepse gjithçka është ende e kthyeshme. Është ende e brisht, është ende vulnerabël dhe për këtë arsye na duhet Bashkimi Evropian. Me çdo kusht dhe me çdo çmim, ne na duhet Bashkimi Evropian. Ne na duhet të hyjmë në atë derë që është hapur sot si një mundësi jo vetëm reale, po aktuale, një derë që është hapur
me premisën që deri në fund të 2027-ës ne mund të mbyllim negociatat si një vullnet i dyanshëm dhe një derë që mund të mbyllet nëse ne nuk jemi të shpejt dhe të fokusuar për të shfrytzuar hapësirën e kohës që kemi në dispozicion. Mund të mbyllet sepse historia e zgjerimit tregon që ajo derë hapet dhe ajo derë mbyllet. Historia e zgjerimit tregon që fatet e vendeve që duan të hynë në atë derë dhe të vendeve që janë pas asaj dere jo gjithmonë përputhen. Interesat jo gjithmonë përputhen. Dhe prandaj ne jemi shumë të bindur që ky komision, puna e cilit do të vazhdoj edhe në legislaturën e ardhshme, që të jemi shumë të qartë, është kyç për të mundësuar jo vetëm hyrjen në atë derë, por dhe qëndrimin aty si një vend me një proces të konsoliduar të garancive të lirisë individuale dhe barazisë para ligjit. Nuk ka liri individuale dhe barazi para ligjit askund tjetër. Përveç se në këtë sistem që kemi zgjedhur dhe për ne askund tjetër përveç se brenda Bashkimit Evropian. Dhe besoj që ne e kemi treguar dhe po e tregojmë për ditë që jemi shumë ambicioz, që nuk na mjafton të bëjmë minimumin, na duhet bëjmë maksimumin dhe ndër shumë shembuj që mund të sjell, po sjell shembullin e prokurimeve publike. Ne jemi vlerësuar më lart nga të gjithë vendet e rajonit, me diferencë nga vendi i dytë për hir të vërtetës në prokurimet publike, nga Sigma. Por në ndërkohë ne po punojmë për të krijuar një model revolucionar të inteligjencës artificiale për prokurimet publike. Në bashkëpunim me Microsoftin dhe me grupin e Mira Muratit, ne jemi duke bërë progres të konsiderueshëm dhe kemi besimin e arsyeshëm që vitin e ardhshëm do të kemi një model të prokurimeve publike pa përfshirjen e njeriut në 95% të procesit, që do thotë do të kemi një instrument që faktikisht do të çojë korrupsionin dhe mundësinë e korruptimit të proceseve të prokurimit publik drejt zeros, fal inteligjencës artificiale. Për të shkuar më tutje, duhet të kujtoj që komisioni i posaçëm ka qenë rezultat i një ndjenje alarmi. Një ndjenje alarmi të brendshëm përballë gjithë malit të negociatave dhe përballë sfidës së jashtëzakonshme të koordinimit të një numri të jashtëzakonshëm institucionesh dhe burimesh në funksion të negociatave. Nuk negocion qeveria e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do anëtarsoj qeverinë e Shqipërisë. Negocion gjithë shtetet shqiptarë, negociojnë një numër i madh institucionesh të pavarura, agjencish të pavarura dhe nevoja që kjo skuadër kombëtare të jetë e koordinuar është themelore. Kush, ku, si mund të koordinojë të gjitha këto forca në funksion të arritjes të rezultatit? Askush përveç Parlamentit të Shqipërisë. Dhe askund përveç në Parlamentin e Shqipërisë nuk mund të gjendet ajo hapësirë ndërveprimi kombëtar në funksion të arritjes së rezultatit të shumë pritur për kombin, për popullin, për vendin tonë.
Përpara kujt do përgjigjet cili do nga institucionet që nuk performon si duhet në tryezën e negociatave? Përpara qeverisë nuk është e mundur. Qeveria përgjigjet për veten e vet dhe edhe qeveria shkon jep llogari në parlament nëse nuk është duke përmbushur një objektiv të këtij procesi historik. Atëherë të gjithë duhet i referohen kuvendit. Nga ana tjetër, celebrimi i atyre që kemi arritur është i lehtë, por përmirësimi dhe adresimi i çfarë kemi mësuar në 10 vjet se nuk shkon është i vështirë. Dhe nuk mund të ketë përmirësim të mirë adresuar nëse të gjithë nuk kontribuojnë nga këndvështrimi i tyre për si dhe qysh duhen prekur ligjet dhe si dhe qysh duhet ndërhyrë në ngrehinën që kemi ngritur së bashku, që ajo ngrehinë të funksionojë shumë më mirë. Edhe sirena në sfond është kolona zanore më perfekte për këtë që unë po përpiqem të them. Besoj që garantimi i pakthyeshmërisë së reformës në drejtësi është sfida e sfida dhe e përsëris. Në momenti që ne hymë Bashkimin Evropian, ky nuk është më një alarm. Po deri kur ne të jemi në Bashkimin Evropian, ky duhet të jetë alarm i vazhdueshëm që reforma në drejtësi të jetë e pakthyeshme, që institucionet e reja drejtësisë që janë patjetër të përmirësueshme, si çdo institucion tjetër, duhet të jenë të paprekshme në kuptimin e ekzistencës tyre, që të mos ketë mundësi që cilado forcë politike apo cilado konfiguracion forcash politike të kërcënojë zhbërjen ose përmbysjen. Dhe këto gjëra kanë ndodhur në historinë e Shqipërisë më shumë se sa një herë dhe nuk ka asnjë arsye për të menduar se këto nuk mund të ndodhin. Prandaj është i rëndësishëm ky komision, prandaj është shumë e rëndësishme që pakthyeshmëria të jetë një nga pikat kyçe të referimit tonë. Ashtu si kundër, gjithëpërfshirja është një problem shumë i madh në Shqipëri. Unë i uroj suksese kryetares kuvendit në ambicien e saj për t'i dhënë fund konfliktit politik. Por është një ambicie që kërkon një kapacitet të rishkrimit të historisë, dhe jo të rishkrimin në letër, po të rishkrimin në mendje. Do duhet kohë, ama nëse palët politike kanë të vështirë të bëhen bashkë, nuk mund ta kenë të vështirë institucionet që të bëhen bashkë. Nuk mund ta kenë të vështirë pushtetet e pavarura nga njëri tjetri që të bëhen bashkë. Dhe të bëhen bashkë pikërisht në emër të pavarësisë për njëri tjetrit për të kontribuar për një proces reformimi dhe ligjbërje dhe shtetbërje që është në fundit misioni i tyre i përbashkët, secili në pozicionin e vet. Ashtu si kundër, ekspertët e pavarur që janë angazhuar nga bota akademike apo nga jeta e përditshme që në mënyrë ose një tjetër lidhet me këto tema, apo ekspertët e huaj që i falenderoj për punën e tyre, kanë nevojë për një hapësirë ndërveprimi. Nuk mund të jetë kjo hapësirë ndërveprimi një hapësirë që e krijon qeveria. Por në parlament është krejt ndryshe dhe u vërtetua nga koha që komisioni krijoi një momentum angazhimi gjithëpërfshirës shumë për te imureve të institucioneve, e shtriu këtë debat
kudo ku kuvendi si një institucion që ka legitimitetin e duhur për të ndërmarrë reforma mund të angazhojë forcat tjera dhe nuk u pa asgjë nga ato që u paralajmëruan përkundrazi, u pa që aktivist shumë kritik ndaj qeverisë për të vërtetës, ekspert, pedagog, njerëz që emrat e cilëve unë i njoh sepse shajnë qeverinë në mënyrë organike, u bën bashkë për këtë proces. Dhe ky proces është edhe një proces kabërcimi për vetë kuvendin. Dhe duhet jemi të vërtet me njëri tjetrin. Kuvendi i Shqipërisë nuk është në lartësinë ku duhet të jetë dhe ku ky proces mund të vëçojë pa diskutim. Sepse Kuvendi i Shqipërisë do të jetë për një kohë gjatë në një rol të dyfisht, rolin e politikë bërjes brendshme dhe rolin e koordinimit dhe e mbikëqyrjes së një procesi që shkon përtej dhe vetë antarësimit. Sot Kroacia është antare e Bashkimit Evropian për shumë vitesh dhe ka akoma në kuvend një strukturë e cila ndjek çështje që lidhen me transparencën dhe me sundimin e ligjit, një strukturë që e ka pasur përpara sa të bëj antare e Bashkimit Evropian. Dhe nga të gjitha çfarë ne kemi kuptuar, rezulton një strukturë e nevojshme, efikase, edhe sot. Në fund dua të them që ne nuk kemi asnjë zgjedhje tjetër dhe nuk duam asnjë zgjedhje tjetër për të vërtetës. Ne kemi vetëm një zgjedhje, vetëm një plan, vetëm një rrugë që është Bashkimi Evropian. Për ne është shumë e qartë. Ne nuk jemi perëndimor të përkdhelur nga fati. Ne nuk jemi rritur aty dhe ashtu si janë rritur ata që janë rritur në Europën e viteve 70, e viteve 80. Ne jemi rritur në ferr. Dhe ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është shumë më tepër sa një bankomat. Ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është vendi i shpëtimit ton nga historia jo. Dhe ne kemi shumë të qartë që Bashkimi Evropian është edhe këndi nga ne duhet shohim vetë historinë tonë. Ne s'mund ta shohim Bashkimin Evropian me sytë e të shkuarës, ne duhet shohim të shkuarën me sytë e Bashkimit Evropian. Dhe për ne kjo është shumë e qartë, prandaj dera që është hapur duhet shfrytzuar sa pa u mbyllur. Dhe unë jam këtu për ta konfirmuar këtë fuqimisht bashkë me gjithë të tjerët. Besojmë pa kushte në këtë proces. E dim shumë mirë që Bashkimi Evropian nuk është një park ku shkohet për qef, është një familje jo e lehtë për të qenë pjesë, por ama është e vetmja familje ku ne mund të jemi përfundimisht sigurt dhe ku ne mund të kemi përfundimisht një të ardhme të pakërcënuar për ditë nga shkuara. Kështu që me një falënderim edhe një herë dhe nuk besoj se po e teproj, po realisht dua t'i falenderoj
të gjitha ata që na u gjendën, kur i thonë Shqip, se këtë nuk e përkthen dot për këtysi, na u gjendën në këtë ditë të ngatruar, ku gati sa nuk na vun me shpatulla për muri si një grup subversiv që u krijua për të vrarë fëmijën që pollën vetë. Dhe e vlerësojmë shumë këtë gjë, kush na besoi, tani e kupton që është krejt e kundërta, dhe kush nuk na besoi, e ka të vështirë që t'jetë prezent sot, po do vi, se s'ka ku shkon. Kështu që me një kujtes po ndahem nga kjo foltore, që nga viti 1912, Bjorn për djenin tënde, ne jemi bërë të pavarur në 1912. Dhe kemi krijuar qeverinë e parë në 1912. U ndam të fundit nga Perandoria Otomane, se ne përgjithsisht jemi shumë besnik ndaj perandorive. Edhe ndahemi nga perandorit, mbasi perandorit ndahen nga vetvetja. Do me thënë, kur otomanët vetë e kuptuan që si avlente më edhe lanat punë, pastaj dolëm ne. Edhe këtë punë kemi pas gjithmonë dhe kështu do jetë dhe me bëhen. Nëse një ditë ju do të çmendeni dhe do doni ta shkatroni BE-n, ne nuk e lëm BE-n. Do krijojmë qendrën këtu në Shqipëri. Brukseli do jetë në Tiranë. Edhe kush të doj të rri me ne do rri, kush mos doj s'do rri, por ne do jemi prapë të fundit. Kështu që në 1912 deri përpara 3-4 vitesh, këtu në Shqipëri, Bjorn nuk është bërë asnjë hetim i pavarur për asnjë individ me pushtet politik. Kemi pasur ne ministra dhe deputet të pushkatuar, të varur litar, të përzën nga vendi, por jo nga gjykatat pavarura. Fati i tyre është vendosur te zyra ime. Aty kur unë vajta në zyrë, ishte shpata që e mban në dorë ajo zonja drejtësisë tek ajo statuja e vjetër që ju norvegjezët e keni të mirë njohur. Ishte shpata aty. Dhe kjo është arsyeja pse në Shqipëri, në kohën mbasi ne shëmbëm regjimin komunist, ka pasur akoma të burgosur politik. Kryetari i opozitës, paraardhësi im në Partinë Socialiste, ka qenë në burg politik, sepse u vendos të zyra ime nga paraardhësit e paraardhësve. Sot kjo është ndryshe. Ne kemi dorëzuar shpatën. Drejtësia sot përmes institucioneve të reja thret në pyetje këtë të doj, vënën e hetim këtë doj, ngre akuza për këtë doj, dhe dënon këtë doj, në kuptimin këtë doj. Kë gjen fajtor. Edhe pak këtë doj, po kë gjen fajtor përgjithsisht. Kështu që ne nuk kemi asnjë pishmani, themi ne nga perandoria e vjetër kësaj, pendes për këtë përkundrazi. Edhe pse kjo është një rrugë e vështirë, ka ato problematikat e veta, ka ato tëmetat e veta, ka dhimbjet e veta, është e vetmja rrugë, nuk ka një tjetër. Çdo rrugë tjetër është kthim brava në të kaluar. Kështu që ne jemi shumë vendosur ta konsolidojmë të proces, ne jemi shumë vendosur që së bashku me ju, me mbështetjen e ndihmën tuaj dhe me qira fjala, nuk e prisja që do vinte një ditë që unë do shpresha me tone shumë pozitive për Këshillin e Evropës.
sepse prej vitesh Këshilli i Evropës më zhdukur paksa si një mauzoleum i të drejtave, por jemi shumë mirënjohës realisht për ekspertizën që kemi marrë nga Këshilli i Evropës për këtë proces të komisionit. Edhe e di shumë mirë që Valentina nuk bëhet xheloze, se bëhen ngelëm duke e falenderuar mëngjes drek darkë. Muslimanët falen 5 herë, i falen Allahut 5 herë. Ne i falim e bëhes më shumë se 5 herë në ditë. Kështu që për një herë nuk do të mërzitet Valentina që unë po zveçoj Këshillin e Evropës. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit i nderuar kryeministër, duke ju falenderuar edhe një herë të gjithëve për praninë tuaj sot në këtë sallë. Ju ftoj tani për një pushim kafeje 15 minuta, e cila do shërbehet pranë sallave ku do zhvillohen diskutimet nëpër panele. Konkretisht paneli i parë i mirëqeverisjes do jetë në të majtën tuaj në sallën ovale, paneli 2 dhe 3 do jetë në katin -1 në sallat respektive. Faleminderit dhe vijim të mbarë të diskutimeve.